Muhamedi a.s. kishte një njeri që e donte shumë. Po kur them shumë, e ka pas përmend atë shumë edhe pasi ajo vdis, ajo është dashuri e vërtetë. Zakonisht dashuria është materiale, ke i pjesë e njerëzve, sa vdes personi, as don ta kujtoj më. Kurse profeti a.s. e kishte bashkësorte në Hatixhen, i ndroi ajo jetë. Pastaj mbasi far kohë u martua me Aishën. Dhe thot Aisha, sa herë u hapte biseda apo e hapte vetë bisedën për Hatixhen, e lavdronte aq shumë sa u bëjsha xheloze për të. Se kam njoft, thot, po aq shumë e lavdronte ai bashkësortën që kishte pas Hatixhen. Derisa në një rast i thash, sa Hatixha ndroi jetë në moshë të madhe, Aisha ishte më e re. I thash një ditë, oj dërgumi i Zotit, u bëra xheloze, tha, siç i kap ndonjëherë xhelozia femrat. Është natyrale, edhe ke meshkujt dhe ke femrat xhelozia. Tha, i thash një herë, oj dërgumi i Zotit, ta ndroi Zoti i madh, atë që ishte më i vjetër me 1 më 3, tha u skuq dhe u hidhru si se kisha pas i herë të hidhrum. Dhe tha mos se fol atë. O bija e sinqertit. Mos e fol atë, se ishte vajza e Ebubekrit, sinqertit madh të besimit islam. Tha mos e fol atë. Inni ruziqtu hubbaha, dhe laj fjali që s'ka ndjenjë shpirtore më të madhe për një bashkëshort dhe bashkëshorte. Tha mos e thuaj atë bija të sinqertit, se mu Zoti i gjithësisë më ka furnizuar me dashurim për të. Se mu Zoti i gjithësisë më ka furnizuar me dashurim për të. Kur shpërndante sadaka, i dërgonte shoqeve të Hatixhes duke kujtu bashkëshorten e vet. Kur ishte ajo gjallë, zvet një ditë në transmetim të saktë Xhebrail Emini vet. Tha Muhammed, bashkëshortja Hatixha dha ka dal për të mbushur ujin. Me një enë ajo po vjen për shtëpi. Tha shpjegoj asaj dhe thuj që shëndosi i madh i gjithësisë i ka dërgu selam. Xhebraili i thot Muhamedit alayhis salam, shëndosi i madh i gjithësisë i ka dërgu selam. Tha mbasi i ka dërgu ai, edhe unë Xhebraili i jap selam. Dhe ndërkohë arriti Hatixha. Tha Xhebraili vazhdoi dhe tha, përgëzoje bashkëshorten tënde të devotshme Hatixhen me një shtëpi në xhenet për Xhevairi, e qetë, pa zhurmë dhe pa stres. Edhe erdhi Hatixha, zonja e madhe, e devotshmja e madhe, e mençura e madhe. Dhe i thot Muhamedi alayhis salam, o Hatixhe, Xhebraili po më thot që i madhi Zot të ka qu selam. Tha Allahume ente selam, o minke selam, tebarekte ya dhel jalali wal ikram. Tha Zoti, paqja është, paqja nga ai vjen, ai është Zoti i lartësuar dhe i madhëruar. Se Zoti një nga emrat, mësoje Islamin real, një nga emrat që na ka mësuar i madhi Zot vetin Kur'an është es-selam, i paqshëm. Edhe ai që jep paqë. Tha Hatixha, ai është paqja, dhe nga ai zbret paqja. Tha selam i qoftë dhe mbi Xhebrail Eminin. Dhe i tha Muhamedi alayhis salam të përgëzon, tha shëndosi i madh i gjithësisë me një shtëpi në xhenet për Xhevairi, për diamant. Dhe me një shtëpi pa zhurmë, pa stres dhe pa lodhje. Kanë thënë ulemat, dëgjoje tani një perlë të madhe islame. Kanë thënë dietarët, pse një shtëpi apo një vend xhenet për Xhevairi, diamantesh e pasurish pafund? Sepse ishte pasanike dhe harxhoi pasurinë për t'u lartësuar fjala e Zotit. Mësoje këtë qartë në xhami. Kur profeti shpalli profecinë, ajo ishte pasanike. Për ta mbrojtur profetin, për ta lartësuar Zotin dhe për të ndihmuar njerëzit në nevojë, e shkriu pasurinë dhe ja zëvendësoi Zoti me një shtëpi dhe me një vend xhenet i mbushur me diamante dhe me perla. Thojmë po pse u përshkroi shtëpia pa lodhje, pa stres, pa zhurmë, sepse thojnë ulemat, pa shat madhin Zot. Në atë familje ku ka qenë Muhamedi alayhis salam dhe Hatixha, asnjëherë nuk ka ngrënë zërin, asnjëherë nuk e ka shqetësuar, ka qenë një shtëpi e paqshme, asnjëherë s'ka pas zirje, asnjëherë s'ka pas probleme, siç e ndërtoi familjen, ashtu ja dha i madhi Zot në xhenet. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl,
Tha, hipni nga ajo që ju dha i madhi Zot nga pasuria në rrugën e Zotit, përpara se t'ju vi vdekja dhe të thoni, Zot më le dhe pak. Fa asaddaqa wa kum min as-salihin. Zot kur e marrin shpirtin e që më le dhe pak të jetoj në këtë botë. Tham për çfarë? T'jap tha pasurinë që e kam dhe të bëj punë të mira. Sepse nuk ka gjë që njeriu i duket vetja më kot se kurrëherë kur ndron jetë. Ka rënkuar gjithë jetën dhe është lodhur për pasurinë. Pasuria shkoi këtë trashëgimtarët, nuk mori gjë me vete, sepse pasuria e vërtetë është ajo që jepet për familjen, pasuria e vërtetë është ajo që rrit fëmijët, pasuria e vërtetë është ajo që i jep fisit, pasuria e vërtetë është ajo që jep mbi të gjitha për të lartësuar fjalën e Zotit, te që bëri Hatixha dhe Ebu Bekri.